Çfarë krize jemi tash? Na për shumë trafiku urban është dita e dytë që nuk punon. Kemi shkollat që mbarrym. Që ky qyteti është domethënë në një situatë të gjendjes së jashtëzakonshme dhe me të drejtë kryetari i kryeqytetit përpara Rama po kërkon një vendim cilin secila qeveri qoftë edhe janë detyrë në një situatë të tillë të jashtëzakonshme edhe mund ta ndërmerr. Për shkak se ata kanë ndërmarrë edhe vendimet e tjera të cilat nuk kanë qenë pjesë e linjave buxhetore, kur ju ka vyer për me tentu me ble vot me buxhetin e vendit duke shkep paran publike, e kanë bo, dhe më thonë nuk pat nevojë me miratu ndryshime ose rishikime buxhetore. Tash, kur po e kemi në një situatë jashtëzakonshme, edhe nuk po kërkon, se këta kanë me gjasë se këta e keq interpretojnë, e të tillët që dojnë me besu verbrisht shkëshyrin, s'lezojnë ma shumë, po ja bajt qartë, dhe më thonë këtu nuk janë tyrat që janë tyra që i ndahen nga buxheti, janë tyra vetanake, dhe më thonë tyrat që ti i ka 35 milion, dhe më thonë i kanë darë mënyra arbitrare, dhe më thonë kjo pra paret për bjen që ti i ke kriju, ke ofru si shërbime si komun, njerëz kanë pagu për ato shërbime, qysh pra po krena me ata në legjin që u dha djerë e protest, dhe më thonë i ki paret e tua, tu ti majt banka po dhe s'po du me ti e paret e tua, dhe më thonë se ti nuk po m'pëlqen, që kjo pa është paka shumë gjendja.